gratë apo deputetet të cilat i përkasin partive të ndryshme eventuale janë të ndikuara nga disiplina partijake dhe mungon është i kufizuar apo nuk ekziston fare iniciativa e pavarur personale. Do me thonë, kjo është veç një prej shembujve. Në anën tjetër kemi edhe raste edhe pse gratë marrin pozita udhëheqëse, drejtuese, vendimarrëse, ekzistojnë sulme më të shpeshta, linçime, kërcënime, presione nga shoqëria, sesa ndaj një personi të gjinisë së kundërt, i cili e ka po të njëjtën pozitë. Për arsye se konsiderohet që aspekti femëror apo gruaja është më e dobët dhe për këtë arsye shoqëria shumë herë për shkak të pozitës së saj drejtuese, pra udhëheqëse dhe të rëndësishme në sektor të caktuar, bën kërcënime të ndryshme, shantazhe, presione e tjerë.